Këtu është horoskopi i shtunë 3 maj 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Do të keni edhe më shumë energji dhe më pas së shpejti do të ketë një lajm të mirë, nuk duhet të humbni vetbesimin, të vazhdoni me kurajo idetë tuaja. Dashuria është në rregull. Demi. Ju mund të ndiheni më nervoz dhe të përjetoni emocione të çuditshme, në dashuri gjithnjë e më kritike. Shëndeti i dobet sepse për ca kohë nuk keni kujdesur sa duhet. Binjaket. Një ditë e vlefshme, pozitive për të jetuar me njerëzit që ju pëlqen më shumë. Gjendje shëndetësore shumë e tonifikuar dhe e relaksuar, ju mund të menaxhoni edhe situata të ndërlikuara me racionalitet dhe ekuilibër. Gaforja. Kjo ditë është e rëndësishme që të përpiqeni të rigjeni siguritë, të bëni një dëshirë. Sot takime me fat. Luani. Konfirmime të këndshme në dashuri dhe nëse zemra është e vetmuar do të keni mundësi të mira. Nëse ka pasur diskutime, mund ta kapni. Ekziston edhe një tarif e mirë e guximit shtesë. Virgjeresha. Ditë interesante për dashurinë. Në këtë periudhë gjëja e rëndësishme është të gjesh një marrëveshje të mirë me veten, trupi juaj provohet. Peshorja. Një tension i caktuar tashmë mund të ketë sulmuar disa marrëdhënie romantike që kanë qenë të vështira për t'u menaxhuar për ca kohë, jini shumë akomodues. Disa shqetësime dhe tensione të fortë. Akrepi. Ditë shumë të dobishme për dashurinë, një situatë e mrekullueshme nëse përpiqeni të zgjidhni një problem, është një ditë ideale për të treguar veten në të mirën tuaj, sharmi juaj dyfishohet, më shumë mundësi. Shigjetari. Perdja ngrihet në këtë ditë të re dhe ju gjen në formë tip-top. Kënaquni me pasione të reja nëse është e nevojshme. Me një njeri binjak ose ujor mund të bëni plane të mëdha në të ardhmen. Britsjapi. Ekziston një rrezik për t'u marrë, zakonisht jeni një tip diplomatik, por sot dikush mund të rrezikojë seriozisht durimin tuaj. Keni pasur debate të mëdha dhe keni përjetuar gjithashtu një moment delikat. Ujori. Faza e rilindjes së madhe, shfrytëzojeni sa më shumë. Udhëtimet dhe preferimet e udhëtimeve. Takime të reja premtuese, mos i nënvlerësoni propozimet e reja, përfshihuni. Peshqit. Sot nuk ka shumë energji. Ai frekuenton edhe njerëzit që ka takuar së fundmi sepse, siç thon nga ajo që vjen, një mbrëmje e qetë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.